nisemi për Shqipëri, edhe pse si turiste për herë të fundit, sado që nuk jam ndjer kur si turiste. Jej, tani do hipim në avion. Pra, aromë Shqipërie, mirë se erdhe Paola. Dashuria fillon nga stomaku, thonë të parë tanë, kështu që ne kemi ndaluar në Durrës për të marrë sanduiç me qofte. Në aeroport erdhi më mori i dashuri që më kishte sjellë ato lulet e bukura, ata trëndafilat e kuq. Mi solli për përvjetorin ton që kaluam 6 vite, nuk e imagjinoj dot kur e mendoj 6 vite, them janë shumë. Pastaj kur e mendoj që kanë kaluar këto 6 vite dhe si kanë kaluar, më duket shumë pak, jo ndoshta, po thjesht me njeriu e duhur. Koha kalon shumë shpejt edhe gjërat rrjedhin shumë lirshëm. Jam shumë e lumtur, shumë mirënjohëse. Këto 6 vite na kanë mësuar shumë për njëri tjetrin. Jemi rritur, kemi gabuar, kemi bërë gabime, kemi mësuar nga ato gabimet dhe kemi marrë ato në duar për ta përmirësuar veten tonë dhe për të qenë më të shëndetshëm me njëri tjetrin. Sa e mirë që duket kjo, t'ju bëj pak zili edhe juve. A ka njëri në këtë shtëpi? Po ha këtu. Ik I freskët. Do shes fiq. Erdhëm direkt të mbledhim ca fiq të Baçja. Janë kaq perfekt. Kam një energji të papërmbajtshme në këto momente. Mund të bëj 7 milion gjëra njëkohësisht. Imagjinoni që jam dhe e lodhur, kam dalë që nga ora 10 nga shtëpia. Sa bukur bie dielli këtu. T'ua tregoj çik. Mua më pëlqejnë më shumë këta fiq që janë pak të fortë, jo shumë të butë. Dita tjetër, kemi dalë këtu te kopshti jon, te shtëpia jon, se vetëm unë dhe Noeli jemi në shtëpi, të gjithë janë në punë, ne si të dy, si të pa punë që jemi, shikoni pak Noelin si rri. Ne si të pa punë që jemi, kemi dalë këtu dhe pastaj do lajmi tek pishina e Noelit. Po doja të tregoja disa punime që mushe im ka bërë me duar. Do me thënë me punim dore, janë 3 çanta, po ju tregoj si fillim këto të dyja, o shpirt. Janë këto 2 çantat, është e para kjo këtu, që më pëlqen shumë, nuk e di forma, gjatësia, janë shumë perfekte dhe kjo që është thjesht e zezë me këtë shkrimin Miu Miu. Pastaj, që është ambitor mbi të gjitha këto që është fix një punim nga Miu Miu, është kjo çanta këtu, që kjo është e preferuara ime. Nuk e di nëse mund të them që është imitim, apo është më origjinale se origjinalja të Miu Miu, se është 100% punim me dorë. Që ka vendosur dhe astar nga brenda, rripat I ka bërë lëkur. Nush, nuk ka ngrëncuni akoma se nuk ka uri, do haj pak më vonë me mua. Ka marrë shumë kohë normalisht se është detyruar që të ndryshoj këto ngjyrat. Çdo video me thënë është nga një ngjyrë tjetër edhe po gjithsesi ja ka vlerë e gjithë puna, e gjithë puna, është një dashuri kjo çanta. Nëse do ma shikoni gjatë gjithë verës, ta dini që po ua bëj paraprit. Mos të më thoni ngele me atë, ngele me këtë. Shumë e bukur kjo, nuk e di çfarë vlerësimi dhe mendimi keni ju, po thjesht fusni mamat në punë, t'ju bëjnë çanta kështu të bukura, se ne vetë nuk dim që nuk dim, kështu që të na I bëjnë mamat. 1, 2, 3.
kam luajtur si një fëmijë bashkë me Noelin. Tani erdhi orari i drekës dhe menduam që të shtriheshim pak sa këto rrezet më të këqija, të futeshim brenda, të shplodheshim pak, të shtriheshim, edhe pastaj të fillojmë prap avazin, se edhe Noeli ka qef kështu kur dhe unë i vetem mbas avazit, luaj. Nuk ka dhe faj se është fëmijë, do fëmijën që të luaj. A u ndrove ti? Të rrim ne tani? Brenda. Brenda? Noeli flet fiks si një vlonjat, po vlonjat. Nuk po futem direkt, po pres pak të dashurin në fakt që të më sjell 2 pako që i kanë porositur edhe i kanë vajtur aty te puna. Edhe do t'i bëjmë edhe unboxing bashkë. Kam marrë disa veshje edhe një mjalë që është shumë i mirë dhe i shëndetshëm. Po të mi sjell edhe do ua tregoj edhe juve se çka kam marrë. Detin më të afërt nga shtëpia kemi 7-8 minuta me makinë, po sot nuk shkuam dot, se të gjithë kanë ikur në punë të ndryshme dhe janë detyruar i kanë marrë të gjitha makinat që kemi këtu në shtëpi, kështu që ngela unë dhe Noeli edhe u detyruam të bënim në kushtet që jemi në shtëpi me pishin, po që u kënaqa shumë, realisht u kënaqa shumë, edhe jam lërë dhe uma të kremin e Noelit pak se mos digjesha, e vjera beb. Po që unë sa bëra dush, më erdhi dhe pakot, dhe dua t'ju tregoj pak. Pakoja e parë ishte kjo, një mjalt bomb, po vërtet mjalt bomb vitaminash ka këtu brenda, siç e shikoni që ka shumë lloje përzierjesh, e mora sepse u influencova dhe unë duke parë të gjitha review-t e mira dhe për aq më tepër sa kanë të bëjnë me shëndetin, nuk influencohemi gabimisht. E gjitha kjo këtu përdoret në varësi të moshës, që nga fëmijë të rritur, nëna shtatzan, çdo lloj njeriu në jetë, thjesht ndryshon sasia që ne duhet të konsumojmë. Imagjinoni pak që ushqen forcon zemrën, mbron lëkurën nga plakja, rrënja e flokëve, parandalon kancerin, ul kolesterolin, përmirëson tretjen, shqetëson migrenën, ankthin, depresionin, rrit energjinë, përmirëson shëndetin e kockave, ndihmon edhe në shkrirjen e djamit, po edhe në shtimin e peshës, por kjo gjithmonë ndryshon në varësi të sasisë që ne duhet të konsumojmë dhe është mirë që të kontaktohemi me gocën që e ka krijuar këtë. Gjitha këto janë vetëm me të parë, me të dëgjuar, çka kam parë nga Instagrami, kështu që unë do ta hap sot, do ta provoj, do ta konsumoj një javë dhe do ju jap vërtet një review të sinqert, sepse me gjëra të tilla nuk bëjmë fare shaka, po un jam super pro për gjërat e shëndetit, për gjërat bio, sepse aty kemi vetëm gjëra bio, asnjë gjë esenca, po nuk e di, këto nuk ekzistojnë fare. Kështu që realisht jam super shumë entuziaste për ta provuar. E po kishte porositur gjithë dynjaja tek Fationa butik, vetëm unë nuk kisha porositur, jo dhe unë se s'kisha ku ti porosisja, po isha në Gjermani, kështu që erdha në Shqipëri, e kisha mbarë edhe pakon, kishte mbëritur, edhe i kam të gjitha këtu gjërat që kam zgjedhur dhe dua të tregoj edhe juve, po si fillim t'ju tregoj që kam veshur një kostum me të shkurtra, nga Fationa e kam marrë dhe këtë, është një imitim super i mirë nga Alo, është një copë super e holle freskët, as pak me lesh apo gjëra të tilla, është fiks për tani në verë, në pranverë, dhe unë nuk kam fare rroba kështu kostume me të shkurtra, kështu që e mora një dhe do ju tregoj edhe 2 gjëra të tjera që i kam marrë super shumë të bukur. Duhet të futeni tek Instagrami im për t'i parë veshjet veshur, sepse kam postuar një reel. Shikojeni pak këtë fustanin e verdh, që e verdha dihet tani që është e sezonit, është një fustan i gjatë, është shumë i freskët, shikojeni pak dhe materialin më nga afër, është shumë i mirë, se kamera i kap të gjitha cilësit, edhe pjesa e zinxhirit mbas, dhe është goxha, jo goxha, po është elastike që është një size, one size, dhe shkon në të gjitha trupet. Imagjinoni si për S, si për M, si për L, unë normalisht nga që vi pak më dhe të pjesa e gjoksit, u hap pak edhe më rinte perfekt fare dhe të pjesa poshtë që vjen një gjatë i derdhur, të mbulon çdo problem të këmbëve që mund të kemi. Pastaj ju e dini fiksimin tim me lino, se fiksimin e gjithë botës me linon tani në verë. Mora këto pantallonat e gjata, kam një palë në Gjermani, po ato më vinë vërtet të ngushta, se dhe jam shëndoshur pak, kështu që mora këto të tjerat, janë me çep, me lidhse këtu para, vinin gjitha me etiketat e veta, por unë hoqa sepse i provova. Kjo është pjesa e poshtme e pantallonave dhe kjo është pjesa e jelekut. Shikojeni pak edhe nga kamera se sa copë e freskët që duket. Unë nuk e dija që në Pako ekzistonin dhe këto, se ato veshje nuk do ekzistonin deri sot të prisja 24 orë për t'u hapur. O, zoti madh, çavape!
Nuk rrihet në shtëpi, nuk rrihet në makinë pa kondicioner. Ju bëm gati se do ikin çik të takojmë pak nënën. Do iki unë edhe mami ime. Piva kafen me mamin, po harrova ta filmoja se ishte dita e parë. Edhe do nisemi për te Nushi, te Nafia, te Nëna Fana. A, më shkon kjo çanta? Se të futeni tek website-i, kushton 2.500 euro. 2.500 euro kushton. Ka duart e Mushit. Sa e bukur, e dëshuroj. Do vdesum për këtë fëmijë. Shiko ti këtë po bën, akoma në pishinë. Kush është këtu? Hello! Nushi! Gjojmë. O të vdesun. Jo. Ti e lodhur më dukesh. A? Jo. Gati edhe për plazh, po edhe sepse do nisemi tani dhe të bëjmë thonjt. Se thonjt e mi janë në një mënyrë, në një situatë shumë të keqe. Disa kanë rënë, disa janë thyrë, disa I kam shkollur unë, disa janë më të gjatë, disa më të shkurtër, kështu që nisemi për to the salon. Faktikisht, sot jemi zgjuar me të dashurin tim, që do të thotë nuk jam në shtëpi, do më lëte një shoqe që do bëj thonjt, dhe më pas atë shoqen do nisemi dhe do bëjmë pak plazh se na ka marrë malli, edhe duke qenë se unë të gjithë fëmijët I kam në punë edhe sot, kështu që vendosa që ta organizoj ditën kështu, të bëj thonjt dhe të shkojmë me atë shoqen të vemi në det. Kam veshur rrobat nga Siamolli, rrobat e plazhit nga Siamolli, ndërkohë sipër kam veshur këtë kostumin e bardhë lino që e mora tek Fationa, që u tregova dhe dje, dhe në këmbë kam veshur një palë shapka me gishtë të mamit të bardha dhe dalet ju tregoj edhe çantën. Tani po, që është kompletuar edhe veshja me çantën time të preferuar dhe kam vendosur dhe këtë varsen që është si një tip koralesh, ngjyra dhe kombinon shumë bukur me çantën. Edhe jemi gati. Si duket juve veshja? Mbaruam thonjkat në Fier dhe tani kemi ardhur në Vlorë për të bërë plazh. Kemi ardhur tek Ini, në fakt për mua shëra e parë që vi në këtë plazh është ngjitur me nimfën. Edhe ta shohim se si është deti, si është ambienti, të shohim pak dhe çmimet, e gjërat, paska pakës fare dallë sot. Që ka shumë bukur në fakt. Edhe deti mirë, jo keq. Kjo është gjithë pjesa e plazhit, ndërkohë këtu ku jam unë është pjesa e restorantit. Sa po jemi rehatuar, u futëm edhe pak në ujë super I mirë I ngrohtë. Do ju bëj një mini haul të vogël që kemi marrë për me vete dhe do ju them që këtu është shumë mirë. Është vend, uroj shumë mos më kap dhe copyrighti nga muzika që është këtu në fond. Çadra këtu ishte 15.000 lekë. Kemi marrë kafe Mio. Morëm edhe 2 ujë, para, biskrem me moll që janë të preferuarat e mia, biskota, edhe 2 bake rolls me pizza.
I po shijojmë këtu diellin, detin, ishte uji shumë i mirë. Nuk e di, më kishte marrë malli për këtë ndjesinë, edhe vendi është shumë fantastik, shumë i bukur. Imagjinoj, shkoni pak se sa pamje të bukur që kam pas me temët. Foto bukur, edhe pastaj do ikim në shtëpi. Shikoni pak sa bukur është deti këtu. Kështu që më ndiqni në YouTube-in tim, edhe në Instagram-in tim, se do kemi video super shumë të bukura nga Shqipëria. Nuk më bëhet që të iki, se tani është edhe perëndimi më i bukur, edhe duket fantastike fare, por do nisemi për në shtëpi se babi na ka organizuar sot zgarë aty, edhe do pjekim, do kënaqemi me muzikë aty edhe me xhaxhin, me kushurinë të gjithë. Kjo është jeta që dua. Ja më thoni ju, të bën këtë det tani që të ikësh në shtëpi? Është kaq qet, njerëz shumë nuk ka, tani fikën dhe muzikën. Që të pish edhe ndonjë birrë, edhe pse unë si kam shumë qejf birrat, po hajde, një korona e pija me shumë dëshirë. S'ka gjë, i kemi ditët para, nesër do nisemi më në jug akoma me të dashurit tanë, që ta dini ju, unë jam sot me një shoqe që e ka emrin Gresi, por faktikisht Gresi tani i bie që është edhe e dashura e kushuririt të dashurit tim, që logjikisht i bie kunata, po jemi më shumë si shoqe se sa një gjë e tillë. Gati! Përshëndesim! Do më ndihmosh? O të vdesu, është nga kjo ana kështu. Bravo, çoj atje? Unë të qoj pirun. Okej, ja të bëjmë këto gati. Para se ta çoj kështu, ti ço pirunin këtu sipër. Bravo jetë. Kalo dhe të ana tjetër? Sa veta jemi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unë e kam 8. Edhe perimet